Me largimin e kokës së Turkut, Evropa detyrohet më në fund të jetë e sinqertë me veten. Jeta pas Viktor Orbanit do të thotë se në të ardhmen liderët nuk do të kenë më këtë fajsojnë përveç vetes. Kur liderët e BE-s mbërritën në Qipro për 2 ditë bisedimesh, atmosfera ishte po aq e ndritshme sa ishulli mesdhetar. Mungesa e kryeministrit hungarez Viktor Orban, i cili e bojkotoi samitin pasi humbi zgjedhjet për 16 vjet, një figurë problematike për homologët e tij, e garantoi këtë klim. Megjithatë, pas diskutimeve intensive mbi klauzulën e mbrojtjes së ndërsjellë, politikën energjetike dhe buxhetin 7 vjeçar për 1.8 trilion eurosh, krerët e shteteve dhe qeverive të Europës u detyruan të pranojnë se problemet e tyre dhe dallimet mes tyre janë shumë të mëdha se një njeri i vetëm. Gjatë 2 ditëve të takimit, kjo ndershmëri filloi të dalë në pa. Përçarjet e para u shfaqën lidhur me Ukrainën, ndërsa disa liderë mbështetën antarësimin e shpejtë të Kievit në BE. Të tjerë u treguan të kujdesshëm. Kryeministri kroat Andrej Plenković i tha presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky, i pranishëm ditën e parë në Ayia Napa, një vlerësim realist, duke u shprehur se antarësimi i Ukrainës në një afat të afërt nuk është realist, duke u referuar përvojës së gjatë të Kroacisë për të bërë pjesë e BE-s. Një tjetër pikë ishte energjia. Liderët diskutuan masa afat shkurtra për të përballuar goditjen globale energjetike të shkaktuar nga lufta në lindjen e mesme, por në fund vendosën të shtyjnë vendimet. Presidenti i Qipros Nikos Christodoulides tha se ministrat e financave do të ngarkohen të paraqesin propozime shumë konkrete brenda rreth një muaji. Megjithatë, kontinenti tashmë përballet me mungesa të karburantit avionëve. Komisioneri për transportin Apostolos Tzitzikostas paralajmëroi se vendet mund të detyrohen të ndajnë rezervat e tyre emergjente. Kjo ishte vetëm dita e parë. Nëse dita e parë u fokusua tek siguria, energjia dhe zgjerimi i BE-s, dita e dytë ju kushtua buxhetit. Edhe pse në dukje një temë më e butë, ajo rezultoi po aq përçarëse. Kryeministri holandez Rob Jetten deklaroi se buxheti afatgjatë i BE-s ka nevojë për modernizim dhe se madhësia e tij duhet të ulet ndjeshëm. Ai u mbështet nga Gjermania. Kjo i vë ata përballë vendeve të tjera si Polonia, që kërkojnë rritjen e fondeve, si dhe përballë presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila mbrojti fuqishëm një buxhet të madh. Kryeministria italiane Giorgia Meloni e përmblodhi situatën duke i quajtur buxhetin një negociat jashtëzakonisht të vështirë. Një zyrtar i BE-s që foli në kushte anonimiteti tha për Politico se kishte gjithashtu mosmarrveshje për kohën kur duhet nis lyerja e fondit të rimëkëmbjes dhe e qëndrueshmërisë, RRF, pjesa kryesore e planit pas pandemisë, dhe për këtë nuk nevojitej Orban. Kjo nuk do të thotë se nuk pati pika dakordësie. Disa liderë shprehën optimizëm për arritjen e konsensusit pa kryeministrin hungarez. Kryeministri estonez Mikal tha se pa Orbanin, liderët po kalojnë një periudhë muaj mjalti. Ajo që do të ndodhë më pas varet nga aftësia e liderëve për të kapërcyer dallimet. Nga antarësimi i Ukrainës deri tek financat e bllokut, takimi në Qipro ishte informal dhe nuk pritej të prodhonte vendime të mëdha. Vendimet priten në samitin formal më 18 qershor në Bruksel. Deri atëherë efekti i largimit të Orbanit do të zbehet dhe liderët evropian do duhet të tregojnë më shumë ndershmëri se kurrë.